Qitë nga Ferizaj, edhe atje që nga mjegull si kurse edhe në Prishtinë, por edhe në për disa zonet e tjera të teritorit të vendit. -1 është aktualisht në Prishtinë, por se si është në Ferizaj edhe si do tjetë e gjithë java përsa përket modit, na të regojnë Dritoni dhe Besimi. Ju përshëndesim nga Prishtina dhe ju kalojmë linjen. Po, ne ju përshëndesim nga qyteti Ferizaj dhe si që thatë edhe Ferizaj, por edhe pjesa më e madhe e Kosovës sot ka aguar me mjegull, por se si do t'jenë temperaturat gjatë kësaj jave dhe çka parashihet jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon sa i përket temperaturave, do të flasim me meteorologun Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga stacioni meteorologjik këtu në Ferizaj. Nderuar, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju dhe shikuesit që po na përcjellin. Atë çfarë mund të na pret gjatë kësaj jave? Po do të jetë një mot kryesisht i qëndrueshëm, pasi që vendi vazhdon të mbetet në ndikimin e masave të ajrit me presion të rritur atmosferik, kështu që temperaturat minimale gjatë kësaj jave do të lëvizin nga -6 deri në 2 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 5 deri në 10 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga jug perëndimi dhe jug lindja, do të jetë lehtë deri mesatare. Duke filluar nga sot, temperaturat minimale janë regjistruar nga -4 deri në 2 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin nga 5 deri në 8 gradë Celsius. Do të ketë intervale kohore me diell, vranësira të shpërndara dhe mjegulla e cila do të vazhdojë pothuajse gjatë gjithë javës, pasi që kemi këtë presion të lartë, kryesisht në mëngjes, kurse në disa zona mjegulla mund të jetë e qëndrueshme edhe gjatë ditës. Rrezet dielli më shumë do të kemi në vise të larta, pasi që kemi inverzion dhe në këto kushte rrezet e diellit mbeten do të thotë vetëm në viset e larta. Dita e martë do të jetë me temperatura më të ulta, minimalet nga -6 deri në 2 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 5 deri në 8 gradë Celsius. Do të ketë rrezet dielli, do të thotë intervale të shkurta me diell, por edhe vranësira të shpërndara. Të mërkurën temperaturat minimale do të jenë të ngjashme, -4 deri në +2, deri në -2, kurse maksimalet nga 5 deri në 8 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga jug perëndimi, e lehtë deri mesatare. Dita e ajte do të jetë me temperatura minimale nga -2 deri në 0 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 7 deri në 10 gradë Celsius. Do të ketë intervale kohore me diell dhe mjegull kryesisht në mëngjes dhe gjatë natës. Të premten do të kemi temperatura të ngjashme me ditën e ajte, do të jenë aty do të thotë nga -2 deri në 0 gradë, kurse maksimalet e ditës nga 7 deri në 10 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga jug perëndimi, shpejtësia se cilët mund të arrijë nga 1 deri në 2 apo dikon 3 metra për sekondë. Po e vrem se ka dhe brym. Po, kemi brym edhe krahanesë. Në vise ku temperatura është rreth 0 gradë Celsius është formuar fenomeni, do thotë ose dukuria e brymës, kurse në vise të larta ku temperatura është -3, -4 gradë Celsius, sepse në këto temperatura formohet edhe kjo fenomeni i krahanesës. Do të thotë aty ku kemi këto temperatura më të ulta kemi krahanesën dhe brymën në temperaturat rreth 0 gradë Celsius. Se përket kushteve agrometeorologjike, si janë ato sepse ka shumë pyetje? Po, kushtet agrometeorologjike do të jenë relativisht të mira, pasi që nuk parashihet kemi rreshje, nga ora 10 deri në ora 15 apo 16 buqet mund të mbjellin ende kulturën e grurit, pasi që ata e dinë se tash në këto kushte edhe fara do të shtohet, do të thotë sasia farës, do të jetë fara certifikuar dhe të mos futet shumë në dhet, të jetë paktën për 1 apo 2 cm më cekët se kur është mbjellur, kur ka qenë afati optimal. Do të thotë janë kushtet e mira agrometeorologjike. Sa i përket rajonit? Po sa i përket rajonit, sipas Institutit Meteorologjik të Maqedonisë, atje temperatura do të lëvizin nga -4 deri në 5 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 8 deri në 16. Shqipëria do të ketë më të nxehtë, temperaturat në vise të thella malore do të jenë nga -5 deri në +5 në vise të ulta dhe mesatare, kurse maksimalet e ditës nga 6 deri në 18 gradë Celsius. Kurse sa i përket mallit të zi, sipas Institutit Hidrometeorologjik të mallit të zi, temperaturat minimale do të lëvizin në viset malore nga -5 deri në +7 në viset të ulta, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin nga 8 në viset mesatare deri në 19 gradë në përreth Bregdetit.
President, faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe shpresojmë që edhe javën tjetër të jemi bashkë dhe të mos kemi mjegull së paku. Ashtu edhe unë dëshiroj për që kushtet atmosferike janë ashtu. Mbreshjet nuk parashihet thash në këtë javë, por nga data diku 23 apo 24 parashihet që të kemi një çrregullim në troposferë dhe kujtoj se pas rreshjeve edhe do të bëhet ekuilibri i troposferës dhe mjegulla dal nga dal do të ndryshojë mirë, po do të rriqet. Mirë, po nuk do të thotë se s'do të kemi prap. Ne e dim sezonin e dimrit që kemi shumë ditë me mjegulla, por ato zhduken vetëm atëherë kur ekuilibrohet temperatura afërsisht e natës me temperaturat maksimale të ditës. Që ne përshfrytëzojmë rastin para se t'ju përshëndesim nga qyteti i Ferizajt të apelojmë tek të gjithë vozitësit që janë në trafik që të kenë kujdesi sidomos në orët e hershme të mëngjesit kur mjegulla është më e dendur. Këtë apel e kanë përsëritur edhe nga marrëdhënia me publikun nga Policia e Kosovës, jo vetëm në Ferizaj, por në gjithë Kosovën. Pra kujdes gjatë vozitjes në orët e hershme të mëngjesit.